Edhe këtë vit Kosova, nën organizim shtetëror, po shënon një hap të rëndësishëm drejt promovimit të industrisë dhe inovacionit të saj në skenën ndërkombëtare. Kompani të shumta nga sektori i teknologjisë e industrisë po prezantojnë potencialin e tyre në Hanover Messe 2025, një nga panairet më të mëdha të industrisë e teknologjisë në botë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti u njoh nga afër me përfaqësuesit e kompanive, si dhe me punën që e zhvillojnë në fushat e teknologjisë inteligjente të prodhimit, automatizimin industrial dhe ekosistemet digjitale. Qartazi bizneset tona po rriten dhe rritja e tyre po bëhet në dy aspekte kryesore. E para është rritje nëpërmjet inovacionit dhe e dyta është rritje nëpërmjet tregjeve të jashtme. Në 4 vitet e fundit eksportet janë dyfishuar dhe jemi të interesuar që edhe në vijim diplomacia jonë ta ketë një komponente të fuqishme ekonomike e tregtare në mënyrë që të eksportojnë bizneset nga Kosova gjithnjë më shumë. Kosova ka një përparësi të madhe që të marrë sa më shumë eksperiencë nga aktorë të ndryshëm që prezantojnë këtu nga bota, duke gjetur zgjidhjet e tyre përmes inovacionit, përmes digitalizimit dhe përmes shumë zgjidhjeve tjera që janë tek këtij shekulli 21. Prandaj ne me ndihmën që ju japim përmes avancimit teknologjisë, përmes standardizimit, certifikimit, inovacionit, po ju shtojmë edhe ndihmën që të marrin pjesë përmes financimit të shtandit tyre ose të pavionit ku marrin pjesë, kurse këto vinë me shpenzimet e tyre dhe po përfaqësohen shumë mirë. Pjesëmarrësit kosovarë në këtë panajër thanë se kjo është një mundësi e mirë për promovimin e produkteve të tyre. Këtu jena me organizimin nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe Agjencioni Kiesa. Na ofrojnë shërbimet softverit për kompani të ndryshme evropiane dhe amerikane. Panajiri i këtij viti Hanover Messe 2025 mbahet më datat 31 mars deri më 4 prill me moton formimi i së ardhmës me teknologji. Për të dytin vit radhazi, pjesëmarrëse është edhe Kosova përmes bizneseve të ndryshme të mbështetura nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe Agjencia Kiesa me qëllim të promovimit të kompanive vendore në gjetjen e tregjeve të huaja për eksport të produkteve dhe shërbimeve.